Gjemal Rexha do të bashkohet për të bërë së bashku një analizë për atë që po ndodh aktualisht në Kosovë. Gjemal, përshëndes, duket se vetëvendosje tashmë i ka sytë tek vota e diasporës, ku duket se edhe këtë herë diaspora e ka përqafuar lëvizje vetëvendosje në këto fushat elektorale, në këto zgjedhje të jashtëzakonshme për Kosovën. Po shtohen ulset dhe mbasi sipas projeksioneve edhe dy ulset të tjera mund t'i ketë në vijim derisa të kemi rezultatin përfundimtar dhe certifikimin nga KQZ. Ishte e pritshme kjo? Përmendja Salba nga Prishtina, po mbrëm pas orës 23 sa vazhdon në faqen e KQZ-s përgjithësimit çdo minutë të dhënave dhe numërimit të votave. Vetëvendosja ka shkuar në 51 ulse duke marrë këtë herë AK-s një deputet, një mandat që ka rënë në 7 ulse dhe absolutisht ka qenë e pritshme diskutimin që prej përfundimit të procesit zgjedhor sot një javë kemi diskutuar që diaspora do të jetë vendimtare, që vetëvendosja të kalojë numrin e mjaftueshëm sa për të qeverisë vetëm ose për të provuar të avoj qeverin vetëm me komunitetet pakic jo serbe. Tani vetëm para pak minutash pas përditësimin e fundit ka shkuar në 27% numërimi i votave me post pra nga diaspora dhe atje vetëvendosja i ka fituar, po i fiton 70% të këtyre votave. Dhe absolutisht me këtë trend një tjetër ulse është e garantuar, por mund të jenë edhe dy ulse të tjera që do të çoni në 53 numrin e deputetëve të vetëvendosjes. Me 51 ulse vetëvendosja praktikisht në teori janë 11 deputet, pra Lista Serbe ka 9 deputet dhe të tjerët kanë 11, i ka numrat për ta bërë qeverin